Asnjëherë. This is a very fundamental problem of Albania's autocracy. Shumë themelore, problem shumë themelor I autokracisë shqiptare. But the second, which make it different. E dyta që e bën të ndryshme. You have such model in ne kemi këto model Georgia also. E kemi edhe në Gjorgji. But in Georgia the difference is në Gjorgji ndryshimi the following. In Georgia is the big brother. Ka një big brother. Është vllai është Rusia aty. Tools, gas and other means që ka gjithë çështjet gazin e të gjitha mjetet për të mbajtur në pushtet një regjim opresiv ndaj opozitës. Në Shqipëri nuk ka Rusi. There is drugs. Ja, është droga. And extraordinary power also. Dhe që ka një fuqi të jashtëzakonshme gjithashtu. That's why, as a matter of fact, prandaj drug cartels and organized crime. Në fakt, në të vërtet, kartelet e drogës dhe krimi organizuar nuk lejojnë në këtë vend. They do not allow in this country. Nuk lejojnë në këtë vend the rotation of power. Rotacionin e pushtetit. And one of the very distinguished një nga European parliamentarians which chaired the European Parliament mission misionin e Parlamentit Evropian in elections në zgjedhje stood in European Parliament u ngrit në Parlamentin Evropian the organized crime do not allow rotation of power. Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin e pushtetit. It had installed a narco state. Po këtu është instaluar një narko state. This is the first and only narco state. Është I pari dhe I vetmi narko state në Europë. What are the consequences? Cilat janë pasojat? Devastating. Shkatruese. That is. Pra. Euro, which is the strongest currency in Europe and the unique. Që është moneda më e fortë dhe unike në Europë. Is depreciated në Shqipëri po more zhvlerësohet 32%. Zhvlerësuar më shumë se 32%. What was the consequence of this depreciation? Cila ishte pasojat e këtij zhvlerësimi? Export enterprises failed. Qindra mijëra ndërmarrje eksportuese falimentuan. Tens of thousands of workers lost their job and flee the country. Dhjetra mijëra punonjës humbën punën dhe ikën nga vendi. But if you study, po nëse studione planetary euro depreciation, zhvlerësimin e euros në planet, në botë, in Mexico, gjeni në Meksik, depreciation is 17.4%. Është 17.4%. In Albania in 10 years, like në Shqipëri në 10 vite, is 32%. 32%. Now you are in Tirana, you will be watching all these towers. Në Tiranë, ju do shikoni gjithë kullat që kemi në. 20% of money is coming from banking system. 20% e parave vjen nga sistemi bankar. 80% according to a very brave investigative journalist. Sipas një gazetari investigative shumë prime, shumë kurajoze, ajo gjeti që 80% vjen nga from nobody knows. Nga askush nuk e di. That's why I told you that if in Georgia nëse në Georgia, nëse në Gjorgji is Russia, vllai i madh është Rusia. In Albania is not Russia. Is në Shqipëri nuk është Rusia, është droga, kartelet e drogës. In such situation, në një situatë të tillë, we of course face a very difficult problems. Kemi probleme shumë të vështira. Women are playing a very important role. Gratë po luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Are standing. Do po qëndrojnë. And we will stand. Dhe do të qëndrojnë. Despite our enormous difficulties. Pavarësisht vështirësive tona të pamasa. Will mobilize
Po, atë pa dyshim do të mobilizojmë gjithë potencialin ton. In order to, what we ask all in all, we ask a technical government for një qeveri teknike a normal elections. Për zgjedhje normale. There have been big problems with the Constitution me kushtetutën and justice in the country. Dhe drejtësinë në vend. The Prime Minister blocked the investigation brutally. He blocked brutally of Vice Prime Minister because he was behind her in all acts, as a matter of fact. We try to make our voice listen. We work closely with our sister parties. We work closely Ne punojmë ngushtisht me partitë si motra, punojmë ngushtë me EU institution, Council of Europe, e Bashkimit Evropian, me Këshillin e Evropës. We are optimist. Dhe jemi optimist. Because in 90s, në vitet 90, the communist dictatorship pretended that Albania would remain a shine far in the Adriatic Sea, but it is not going to remain a narco state for a long time. We very much are committed to meet our expectation, and we are very grateful to all of you for the support. We are grateful to all Albanian women which are supporting DP and the opposition. Thank you very much. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Thank you very much, President Berisha. As you mentioned, here are women from the region. And this is a conference that Jal Jamerson and Vilma and Eva decided to have it here in Albania. Tomorrow and the day after tomorrow, we are going to have discussions on the